Gjatë një nate të mbushur me tension dhe emocione në vëllain e madh, Egli ka bërë një zbulim të rëndësishëm për marrëdhënien e Gjestit me Diellzën, duke nxjerrë në pak detaje që thjesht nuk mund të injorohen. Nelin, banorët e shtëpisë shpesh përballen me dilema dhe drame, por ndonjëherë bisedat jashtë mund të japin informacione të rëndësishme. Në këtë rast, Gjesti kishte kërkuar një darkë me Egli takon për të sqaruar gjërat që kanë ndodhur mes tyre dhe për të ndihmuar në procesin e shërimit të marrëdhënies së tyre komplikate. Nelin, gjatë darkës, Egli i bëri Gjestit një pyetje të rëndësishme në lidhje me Diellzën, duke e përmendur se kishte dëgjuar se dje i tij kishte folur për të. Kjo ishte një çështje që kishte ngjallur interesin e të gjithëve, pasi papritur, historia e tyre nga jashtë hyri në skenë dhe bëri titull. Nelin, Egli zbuloi se disa nga miqtë e Gjestit, përfshirë edhe dijen e tij, kishin diskutuar për Diellzën, duke e pranuar se ajo ishte ish partnerja e tij. Ky informacion i shtoi edhe më shumë dru dhe spekulime për marrëdhënien e drejtuesit të programit dhe këngëtares. Për këtë vajzë, edhe shokët të tu, e pranojnë që kjo është ish partnerja e Gjestit. Gjejëvyt ka thënë që ajo është kujdesur për ju, e ka thënë diku, tha Egli, duke sjellë një atmosferë akoma më të mbushur me emocione dhe tension. Kjo ishte një pohim i fortë që kishte potencialin për të ndikuar në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Nelin, pas këtij pohimi të papritur, Egli u ndal për shkak të vërejtjeve nga produksioni, duke treguar se ndonjëherë informacionet e ndjeshme duhet të trajtohen me kujdes. Shikuesit dhe banorët brenda shtëpisë priten të kenë një reagim të fortë ndaj kësaj bisede. Çfarë ndikimi do të ketë kjo në dinamikat e grupit dhe në marrëdhëniet e ndërlikuara? Nelin, një përballje e tillë ka potencialin për të sjellë tension të ri, ndërsa Gjesti dhe Diellza përballen me të kaluarën e tyre. Banorët e tjerë me siguri do të ketë një mendim për ndodhit, duke kontribuar në dukjen dhe perceptimin e marrëdhënieve brenda grupit. Nelin, kjo ngjarje tregon se shtëpia e vëllait të madh nuk është vetëm një vend për argëtim, por gjithashtu një skenë për drama të vërteta emocionale. A do të arrijë Gjesti të përballojë këtë informacion dhe të ruajë marrëdhënien e tij me Diellzën, apo do të dehet në një rënje të re emocionale? Gjatë këtyre javëve, shikuesit do të ndjekin me vëmendje çdo zhvillim të kësaj historie.